Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka vlerësuar se puna e Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore ka ecur ngadalë, por është për të përshëndetur rifillimi i aktivitetit të tij dhe fokusin në çështje të rëndësishme si financimi i partive politike. Në një deklaratë për mediat nga Pogradeci, ambasadori OSBE ODIHR, Michael Taran theksoi se organizata ka qenë organizuar që në fillim për të mbështetur komisionin me ekspertizë, duke nënvizuar se rekomandimet e ODIHR janë baza kryesore e punës. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar në këtë punë për të mbështesur Komisionin Posaçëm, që nga fillimi kanë vërtet punuar le të themi ngadalë, kanë humbur kohë, por gëzohemi që kanë rifilluar punën e tyre dhe si e keni thënë kanë punuar në temën e financimit të partive, që është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës politike në ndonjë vend demokratik, si është tani Shqipëri. Sa i përket reformës, ne nuk jemi këtu për të propozuar, imponuar një model. Ka model të ndryshme, çdo vend e ka modelin e vet. Dhe ka problem të ndryshme me organizimin e zgjedhjeve, ka rekomandimet që bëhen nga ODIHR çdo herë kur vinë këtu për të zhvëzhguar zgjedhjet. Ne jemi këtu për të ndihmuar me implementimin e këtyre rekomandimeve. Por edhe një herë kjo nuk thot që kemi një sistem preferuar. Edhe një herë ka sistem të ndryshme. OSBE-ja bëhet nga 57 vend pjesëmarrës dhe çdo cili ka sistemin e tij. Dhe duhet të shqiptarët vetëm të vendosin cilin sistem e kanë dëshirë për të implementuar.